Кои пораки, според вас, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски ги прати во неговото последно интервју? Mendoj që porosia kryesore që zoti Gruevski kërkoi ta përcillte përmes intervistës së tij të fundit, ishte që ai duhet të shkojë në opozit, mirë po, aty duhet të shkojë si patriot, si njeri i cili u mundua gjë në fund ta ruaj integritetin e vendit dhe si njeri që i bëri ballë rrezikut, të them ashtu, rrezikut të përhershëm të cilin ai e sheh tek shqiptarët në këtë vend. Mendoj që kjo nuk duhet lejuar, domethënë që një percepcion i tillë për Gruevskin të mbijetoj, për shkak se faktikisht e gjithë kriza politike të cilën e përballuam këto vitet e fundit, për herë të parë pas shumë vitesh nuk ishte një krizë etnike, por ishte një krizë e cila lidhej ngushtë me kriminalitetin. Unë e kuptoj, domethënë, zoti Gruevskin për shkak se i njëjti mendon që të vazhdojë më tej me aspiratat e tij politike dhe është shumë i kujdesshëm që në të ardhmen ai të vazhdojë të njihet si një patriot i tillë dhe që eventualisht rikthehet në skenën politike si i tillë. Ajo që duhet të ndodhë është që ai përfundimisht të përgjigjet për gjithë këtë periudhë kohore në të cilën ai ka qenë në pushtet dhe për të gjitha akuzat që atij i ndërtohen. Është e kuptueshme kjo mënyrë, domethënë, e funksionimit për shkak se Maqedonia gjatë kohë ka funksionuar në ato baza etnike që kanë sjellur deri tek ajo që popullata në Maqedoni të jetë tërësisht etnikisht e ndarë dhe bile edhe e getoizuar me zgjedhjet e drejtanishme juridike. Këtu e keni për shembull ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili në mënyrë të saktë dhe të qartë e getoizon popullatën dhe e bën atë federalizim nga i cili Gruevski thotë se frigohet. Federalizimi i tillë ka ndodhur qomoti në Maqedoni, vetëm se nuk është hapur i pranuar dhe mendoj që pikërisht përfundimi i një mënyre të tillë të qeverisjes është rreziku i vërtet për politikan si Gruevski, për shkak se nuk do të jenë në gjendje që më tutje të mund të qeverisin në atë mënyrë. Последните негови јавни настапи се во една посебна функција да се подготви партијата за одење во опозиција. Груевски добро знае, он е долго на политичката сцена, додека имаше на секои 4 години промена на власта, многу луѓе во тие моменти преминуваа од една на друга страна, и во деловниот свет, и во културата, и во науката, и во институциите на системот, и во друштвото на писатели. Во целото општество имаше едно прилично, би рекол, едно цветање на овие сончогледите. Ние така го викаме, едно прешалтување од една на друга страна. Сега, после 10-10,5 години владење, тоа би било прилично големо едно стампедо на заминување од партијата и напуштање, бидејќи таму не се сите активисти и сите симпатизери по линија на политичка или идеолошка припадност, туку има доста развиен клиентелизам и одредени интереси, а и закани и притисоци. Тоа ни е на сите јасно и неговите изјави веќе влегуваат во таа сфера и евентуално ако нешто не успеат да се договорат лидерите кои можат да формираат мнозинство. Тоа е неговата тактика и мислам дека тоа го прави на еден, би рекол, за нив успешен начин, но тоа ќе трае се до оној момент додека другите учесници на изборите не најдат модел, формула да формираат влада, односно да го конституират собранието. И по ваквото интервју на Никола Груевски, од ДУИ велат дека во опција се 5 сценарија за натамошно делување. Какви се вашите проекции за војдина? Në qoftë se duhet të ketë një ndryshim të vërtet në Republikën e Maqedonisë, atëherë duhet t'i jepet shans një qeverisje të re, e cila do të qeverisi pas parimeve të reja në këtë vend. Është koha më që të shkojmë përtej tabuve të gjertanishme, është koha që ta tejkalojmë
ta tekalojmë frikën që ekziston tek popullat e Republikës së Maqedonisë, duke menduar se do të bëhet nami, do të bëhet do të bëhet diçka apokalipsa, në qoftë se për shembull njerëzit arrin që të kenë një përdorim më të avancuar të gjuhës shqipe në këtë republikë si qytetar të këtij vendi dhe se kjo do të thotë zhbërje e Maqedonisë. Unë jam e sigurt që në qoftë se bëhet një koalicionim i ri, i cili do t'u jap fund këtyre temave dhe do të vërtetoj një herë për gjithmonë që edhe në qoftë se gjuha shqipe që është zyrtare në këtë vend arrin që të përdoret në mënyrë të barabartë në gjithë shtetin, nuk është diçka që do ta shpërbëjë shtetin, por përkundrazi do t'i jap shtetit një fuqi më të madhe për të ecur përpara drejt një shoqërie të mirëfillt qytetare. Unë mendoj që politikisht, domethënë një qeverisi e tillë mund të bëhet vetëm në qoftë se bëhet një qeveri politike me strukturave të cilat me të vërtet kërkojnë ndryshim në këtë vend dhe këtu mendoj që faktikisht domethënë duhet të dëgjohet zëri i popullit për shkak se më shumë se 600.000 qytetar kërkuan pikërisht këtë në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Unë mendoj që përfundimisht në qoftë se arrim tani ta bëjmë këtë ndryshim dhe në qoftë se qëndrojmë fuqishëm në atë rrugë të ndryshimit, atëherë do të arrim që një ditë të kuptojmë se problemet tona janë shumë të ngjashme dhe se ato kanë qenë gjithmonë të tilla të ngjashme dhe të njëjtat mund t'i shikojmë edhe në veprat e autorëve më me rëndësi kombëtar që janë për ne. Të njëjta gjëra mund t'i lexoni tek Migjeni, të njëjta gjëra mund t'i lexoni tek Koçoracin, tek vëllezërit Miladinov, tek vëllezërit Frashëri dhe në qoftë se si entitete do të arrijmë që ta njohim njëri tjetrin më mirë, do të shikojmë se nuk ka rrezik mes nesh sa që ka probleme të njëjta dhe të përbashkëta. Тоа мислам дека možda една некоја тактика на ДУИ да ги држи уште 5 опции за да евентуално нели има подобра позиција во преговорите со опозицијата, односно со ЗАЕМ. Таа тактика не е добра. Таа тактика не е добра, ова е добро што јас го кажувам дека треба заеднички да се седне и да се направи цврст договор кој може да биде писмен и треба да писмен и кој ќе се содржи во програмата на владата за 4-годишно работење и кој ќе иде на расправа во парламентот. Таква е парламентарната демократија. Таму ќе се меѓутоа ако партиите што имаат мнозинство тоа го договорат, тие партии што имаат мнозинство во парламентот имаат мнозинство и кај граѓаните според гласовите што ги добиле, а лидерите добро знаат зошто и како на која платформа ги добиле своите гласови и тие треба одредби да ги стават и да ја одредат динамиката на нивната реализација. Она што може да се реализира со просто мнозинство во парламентот, а она што треба да се реализира со 2/3 мнозинство, ќе има сигурно големи пречки, но јас сум оптимист бидејќи искрените заложби за иднината на Македонија се во делот на спроведување на поглавијата што треба да почнат во преговорите со Европската унија. Тука ќе се јават и старите проблеми на односите со соседите, со Грција и се тоа, меѓутоа мислам дека тоа, ако има ваква една платформа, ќе се решава на европски план.